Sot u shënua edicioni 3 i panairit të artizanateve dhe shijeve tradicionale në Tetov te rruga e butiqeve. Shija tradicionale, tradita dhe mjeshtria u bën bashkë në një atmosferë festive. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, tha se kjo ngjarje është bërë një traditë për qytetin tonë dhe se ndihet më së i lumtur që ka interesim të madh edhe të zanatçive që i prezantojnë punimet e tyre, por edhe të qytetarëve të shumë që ofrohen për të blerë. Dal nga dal kësaj rruge që rikthejmë autenticitetin e vet apo atë që dikur e ka pasur si famë të saj. Në këtë panair këtë vit marrin pjesë mbi 40 ekspozues, njerëz të cilët merren me këtë profesion më shumë nga dëshira dhe dashuria që e kanë për këtë profesion se sa nga aspekti komercial. Prandaj edhe ne mundohemi që përmes tine promovimeve të punimeve të tyre që t'ju ndihmojnë që nga një dashuri për profesionin të bëhet edhe një biznes familjar. Nga Pogradeci në Tetov, Anila Bebri së bashku me 6 gra nga shoqata e biznesit të grave të Pogradecit erdhën në Tetov për të prezantuar punimet e tyre që ishin kryesisht të bëra nga materialet e recikluara në një atelje nga disateri. Jemi ardhur bashkë me ekipin e Pogradecit, jam pjesë e organizatës shoqata e grave të biznesit artizan të biznesit Pogradec. Këtu kemi ardhur me punime të ndryshme, kemi ardhur 6 gra, të cilat kanë marrë punime, kanë sjell punime dhe gjëra të ndryshme. Po të shikoni këtu ka mjete ose punime me materiale ricikluese. I japim prioritet riciklimit. Këto punë janë bërë në atelien e qendrës nga një grup të rinj, mbi moshën 22 vjeç, 11 të rinj, të cilët zhvillojnë terapinë e punës aty në qendër dhe bëjnë punime të ndryshme. Çdo gjë bëhet nga fëmijët me ndihmën e specialistëve të qendrës, por njëkohësisht dhe me dëshirën e tyre dhe idetë që ata japin se çfarë mund të bëjmë në çdo ditë festash ose po të shikosh çdo punim ka një logo. Ka liçenin, ka për Shën Valentinin bën një punim të tillë, ka riciklime me gur dhe me drur të marra të gjitha të mbledhura në liçen. Po të shikosh kam të gjitha boçet e pishës, shishet me punime, ka çdo gjë me riciklim. Panairi artizanateve dhe shijeve tradicionale në Tetov edhe këtë vit dëshmoi se ruajtja e traditës dhe promovimi i artizanateve vazhdojnë të zgjojnë interes të madh. Pjesëmarrja e artizanëve nga vendet e rajonit si dhe numri i madh i vizitorëve shndruan këtë aktivitet në një festë të kulturës, kreativitetit dhe bashkëpunimit, duke forcuar identitetin dhe vlerat tradicionale të qytetit.